Washingtoni refuzon të rinovojë marrëveshjen SBA-Meksik-Kanada shkakton pasiguri tregtare. Administrata Trump refuzoi të rinovojë marrëveshjen SBA-Meksik-Kanada USMCA pas një takimi online të mërkurën, duke përmendur ekuilibrat tregtare dhe mangësitë regulatore të cilat kanë shkaktuar pasiguri të lartë mbi të ardhmen e tregtisë prej $2 trilion në gjithë Amerikën e Veriut. Pakti hyri në fuqi në vitin 2020 gjatë mandatit të parë të presidentit Trump, pasi ai e quajti marrëveshjen më pashme të tregtisë së lirë të Amerikës të Veriut. NAFTA, marrëveshjen më të keqe tregtare, dhe nxiti marrëveshjen e re e cila përfshin rishikimin në fushat e punës, në atë digjitale dhe të pronësisë intelektuale. Përfaqësuesi i tregtisë i Shtetit Bashkuara Jamieson Greer, ministri meksikan i ekonomisë Marcelo Ebrard dhe ministri kanadez i tregtisë Dominic LeBlanc zhvilluan një takim online në ditën e fundit të procesit përbashkët. Greer tha se SBA nuk do bien dakord të rinovojnë marrëveshjen në formën e saj aktuale. USMCA nuk është ndërprerë menjëherë, por vendimi i Washingtonit nisi një proces vjetor shqyrtimi duke detyruar pjesët kritike të marrëveshjes të kthehen në negociata. Pakti do mbetet aktiv për dekadën e ardhshme përpara se të skadojë me një korrik 2036 nëse nuk bien dakord për ndryshime.